Në Himar po finalizohet programi zonave rurale 4 që synon përmirësimin e infrastrukturës së furnizimit me ujë dhe kanalizime. Ky është projekti zhvillimor i qeverisë shqiptare, Agjencisë Kombëtare të Ujësillës Kanalizime, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me mbështetjen e Bankës Gjermane për Zhvillim, KFV, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe Republika Federale e Gjermanisë, i nisur 4 vite më parë dhe që tashmë është drejt përfundimit. Programi synon sistemimin, grumbullimin dhe trajtimin e ujrave të ndotur, duke përfshirë edhe përmirësimin e kapaciteteve menaxhuese, si dhe furnizimin me ujë 24 orë të Himarës. Në takimin përmbyllës të organizuar në Himar, morën pjesë përfaqësues të Palës Gjermane, Fondit Shqiptar të Zhvillimit, kryetari i Bashkisë Vangel Tavo, drejtori i Ujësillës Kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati, si dhe përfaqësues dhe specialistë të ndërmarrjes rajonale, si dhe të njësisë së Himarës. Kryebashkiaku i Himarës Vangel Tavo tha se ky takim shënon një etapë të rëndësishme në rrugëtimin e përbashkët drejt përmirësimit të infrastrukturës në ujësillës kanalizime. Ky projekt i mbështetur bujarisht nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, KFV dhe Qeveria Shqiptare, të cilët përfitojnë nga rasti që t'i falenderoj, përbën një investim strategjik në të ardhmen e komuniteteve tona. Gjatë 4 viteve të fundit, përmes konsulencës masave shoqëruese, janë ndërtuar jo vetëm sisteme më të mira teknike, por edhe kapacitete institucionale më të forta, duke përfshirë këtu edhe njësinë operacionale të re në Himar, një simbol i qartë i përkushtimit ndaj shërbimeve më të mira për qytetarët. Sot në Himar po shikojmë një ndryshim të prekshëm. Infrastrukturë e zgjeruar dhe moderne, procedura operative më efikase, performancë ekonomike më e qëndrueshme dhe mbi të gjitha një standard më të lartë shërbimi për qytetarët dhe vizitorët tanë në një destinacion që po rritet me ritme të shpejta në bashkinë tonë. Drejtori i Ujësillës Kanalizime rajoni Vlorë Ermal Murati theksoi se Himara është ndruar tashmë në një kantier ndërtimi me shumë investime të rëndësishme në rrjetin e furnizimit me ujë, por edhe në trajtimin e ujrave të ndotura. Sipas Muratit, sfidat kryesore sipas Muratit në të ardhmen janë një Himar sa më e pastër në bregdetin e saj, ku ujrat e ndotur do të përpunohen, por edhe furnizimi 24 orë me ujë i qytetarëve dhe bizneseve. Himara është kthyer në një kantier ndërtimi për sa i përket vëmendjes qeverisë shqiptare nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit, qeverisë gjermane dhe patjetër KFV-s. Përfitojmë investime shumë të rëndësishme për sa i përket furnizimit me ujë dhe trajtimit të ujrave të ndotur. Do i japi një frymarrje shumë të madhe për sa i përket turizmit dhe siç u tha pak më parë, zona më elitare për sa i përket një ndër zonat më elitare për sa i përket pjesës së turizmit. Është një sfidë e madhe, u tha pak më parë që është një projekt që ka startuar para 4 vitesh dhe ne kemi fatin ta gëzojmë të investim. Sfidat do vazhdojnë dhe për mënyrën e operimit dhe të menaxhimit si të ujësillësit dhe të impjantit trajtimit të ujrave të ndotura, që unë kam pas fatin ta shkoj nga afër para disa kohësh dhe është vërtet një investim i cili do ketë një Himar më të pastër, një det më të pastër, nuk do kemi më probleme për sa i përket trajtimit të ujrave të ndotur. Njëkohësisht dhe investimi për sa i përket pjesës së ujësillësit, shumë i rëndësishëm për ne është një sfidë furnizimi me ujë 24 orë për banorët dhe qytetarët dhe bizneset e Himarës, një gjë që do realizohet dhe do mbyllet, jemi në fazat e fundit të projekteve. Murati thekson se ky projekt ka patur shumë sfida, por është një dhuratë e çmuar për Himarën. Shtrimi i rrjetit kanalizimeve të ujrave të ndotur në qytetin e Himarës dhe Himar fshat, lidhja me këtë rrjet dhe banesat nëpërmes disa stacioneve të pompimit që do të grumbullojnë impjantin tashmë të përfunduar. Ky projekt zhvillimor i qeverisë shqiptare të Njësisë Kombëtare të Ujësillës Kanalizime, financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me mbështetjen e Bankës Gjermanisë për Zhvillim, KFV dhe Bashkimi Evropian dhe Republika Federale e Gjermanisë, është një dhuratë e çmuar për Himarën, për qytetarët e Himarës dhe për bizneset e Himarës. Është një avantazh për mua si privilegj le të themi, se praktikisht shoqëria për një vit është riorganizuar në aspektin e administrimit të njësive të ujësillës kanalizime.
Kështu që neve në Vlorë bashkë me punojësit e Imarës na lind një sfidë për ta çuar para këtë projekt. Ekspertët vendas dhe të huaj, Avni Dervishi, koordinatori i projektit pranë Fundit Shqiptar të Zhvillimit, Afrim Kalanderi, drejtuesi i departamentit të ujit në kompaninë gjermane GFA, folën rreth këtij projekti të rëndësishëm. Falë mbështetjes nga ky program, një nga programet më të mëdha në Shqipëri, me rreth 40 milion euro, mbështetje nga KFV-ja dhe Bashkimi Evropian dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit për qeveria shqiptare konkretisht, jemi në fazën pothuajse përmbyllëse të 4 lotëve të këtij programi dhe këtë vit, në fund të këtij viti, do kemi rezultatet e plota të furnizimit me ujë 24 orë, me ujë këpishëm dhe ujë me parametra shumë të mirë, dhe më rëndësishmja trajtimin e ujrave të ndotura për Himarën fshat dhe disa zona tjera të Bregdetit Jonian. Kanë kuptuar edhe donatorët me kohë se këtu nuk duhet vetëm investime faktikisht në një infrastrukturë, po duhet edhe kjo ana institucionale ose trajnimeve, ngritjeve kapaciteteve që domethënë shumë bukur KFV e ka futur si terminologji accompanying measures. Today is our last big event under this consultancy. At the end of June we will finish our contract and that will be it for us. Në sot është thotë aktiviteti i fundit që ne realizojmë në workshopi i fundit. Kontrata jonë, ne do vazhdojmë punën deri në fund muajit, sepse atëherë kemi kontratën. But while this is an end for us, it's a beginning for you because është një fund për ne, është një fillim për ju. That's when the hot action starts. Domethënë do jeni ju ata që do merrni shumë veprime, shumë aksion. Yeah. So that's why we would like to share. This does not work. The experiences that we have made over the course of the past 4 years, the results that we have, or the activities we have conducted, the results we have produced, the challenges and bottlenecks that we have encountered, and also our recommendations now for the next steps for you to take to go ahead. Atëherë, ajo që ne sot duam të ndajmë ju do jetë eksperjenca që ne kemi bërë gjatë këtyre 4 viteve. Gjithashtu do të fokusohemi shumë edhe tek sfidat që ne ju keni përpara, edhe ndoshta duam t'ju japim, ndoshta po duam t'ju japim edhe disa rekomandime se si ju të vazhdoni më tej punën. Paralelisht me zbatimin e projekteve konkrete në Imar, po zbatohet edhe programi masave shoqëruese që ka startuar me fillimin e këtij projekti dhe ka dhënë efekte në rritjen e kapaciteteve të punonjësve të ujësillës kanalizime, përmirësimin e performancës ekonomike, por edhe ka rritur ndërgjegjësimin dhe trajnimin tek ekipi që do të punojë në këtë program. Sfidat në të ardhmen janë të mëdha, pasi duhet një staf i mirë trajnuar dhe i motivuar për të përballuar shërbime të rëndësishme në rrjetin e ujësillësit dhe kanalizimeve në Bashkinë e Imarës për një turizëm elitar.